Gruaja juaj të jetë lexuesja juaj e parë, edhe njeriu që ju i besoni më shumë, apo vetëm e shkruani këtë dhe nuk është kështu? היא תמיד הקוראת הראשונה שלי. Po, ajo është gjithmonë lexuesja ime e parë dhe unë gjithmonë besoj tek ajo. Ajo qesh kur është për të qeshur dhe ajo qan kur është për të qarë. Dhe ajo më thot mua kur libri nuk është i mirë. Ajo shkruan vetë? לא, היא מנגנת. Jo, ajo është muzikante. Ajo i bie flautit. Prandaj në librat tuaj ka muzikë, melodi. Jeta jonë është e mbushur me muzikë. Kjo shtëpi është plot me muzikë. Kur gruaja ime nuk luan muzikë, atëre gramofoni luan dhe ne dëgjojmë muzikë. Ne kemi në këtë dhomë 2 altoparlant të vegjël dhe kjo dhomë gjithnjë është e mbushur me muzikë. והחדר הזה תמיד מלא מוזיקה. Por mbiemri juaj, mbiemri që ju i dhatë vetes në moshën 14 vjeçare nuk do të thotë muzikë, por fuqi. Oz në hebraisht është fuqi. Pse? Kishit nevojë për fuqi atëherë? כשאני הייתי בן 14, אני עשיתי מרד נגד העולם של אבא שלי. Kur unë isha 14 vjeç, unë bëra një kryengritje mbi botën e babait tim. Desha të bëhesha ai që babai im nuk ishte, dhe nuk desha të isha ai që babai im ishte. Ai ishte intelektual, unë desha të isha bujk. Ai ishte njeri me ide të djathta, unë u bëra social-demokrat. Ai ishte qytetari i Jeruzalemi, unë u bëra kibutznik. Ai ishte i shkurtër, dhe unë vendosa të bëhesha i gjatë, vetëm se kjo nuk u realizua dot. Dhe atëherë unë ndryshova edhe mbiemrin tim nga Klauser në Oz. Dhe Oz do të thotë jo vetëm forcë, por edhe guxim. Kjo ishte ajo që më mungonte mua kur u largova nga shtëpia dhe shkova të jetoj në kibuc në moshën 14 vjeçare. Tani ju nuk keni më nevojë për fuqinë, edhe pse mbiemri është tashmë juaj prej kohësh, mësuat me të. שם משפחה Ky mbiemër më kujton mua se nga kam ardhur. Ju mirëmalli për prindrit tuaj? Çfarë doni të bëni diçka speciale, nëse do kishit mundësinë të ishit edhe një herë me ta? בעצם כשכתבתי את סיפור על אהבה וחושך, אני התכוונתי דרך הספר הזה להזמין את המידע. Në fakt, kur shkruajta librin mbi dashurinë dhe errësirën, unë përpoqja që me anë të këtij libri të ftoja të vdekurit për vizitë tek unë në shtëpi, për një gotë kafeje. Ti bëja prindërve të mi njohjen me gruan dhe fëmijët e mi, pasi ata nuk e kanë njohur njëri tjetrin. Duke i ulur të gjithë rreth së njëjtës tavolinë, duke u dhënë kafe dhe kek dhe duke folur me ta. Duke folur edhe për tema për të cilat nuk kemi folur kur ata ishin gjallë. Duke folur për gjëra për të cilat asnjëherë nuk folëm dot. Dhe pas vizitës në shtëpinë time, ju thash të vdekurve të mi: tani largohuni, mos qëndroni të banoni tek unë. Ejani me raste, her pas here. Jeni të ftuar tek unë për vizitë për një gotë kafeje. Unë mendoj që kjo është mënyra më e drejtë për të sjellë me të vdekurit tanë. Ti ftojmë ata her pas here në shtëpi për një kafe, kek dhe bisedë, dhe pastaj ti përcjellim ata. אותם לפעמים הביתה לכוס קפה, לעוגה ולשיחה. ואחר כך לשלוח אותם. Po gruaja, çfarë është për ju? Dallimi mes një gruaje dhe një burri që vjen si dallimi mes një thike dhe një gjiri. יש בגברים, במין הגברי, מידה יותר... Po unë këtë e kam shkruar tek libri mbi dashurinë dhe errësirën. Kur linda, gratë më pritën dhe më morën në gjoksin e tyre, në qumshtin e tyre, në ngrohtësinë e tyre, kurse burrat më pritën mua pranë hyrjes me thik në dorë. Prandaj deri më sot e kam pasur më të lehtë të jem në shoqëri grash se sa burrash. Ka tek burrat, tek gjinia mashkullore, një përqindje më të madhe dhune se sa tek gjinia femërore. Ka dhe një përqindje më të madhe pasigurie tek gjinia mashkullore se sa tek gjinia femërore. Mbase sepse neve nuk na dhan mundësinë që të lindim fëmijë. לכן עד היום יותר נוח לי בחברה של נשים מאשר בחברה של גברים. Çfarë bën një fëmijë të shëndetshëm, një shoqëri të shëndetshme, një shtet të shëndetshëm? Nuk më pëlqej kjo fjala e shëndetshme, por kjo po më vjen tani. Gjiri, dëmshuria, ngrohtësia, edhe thika. קודם כל, כדי להיות אדם טוב בעולם,
אתה צריך לדעת שרוצים אותך, שמישהו רוצה אותך. Në radhë të parë, për të qenë njeri i mirë në botë, ti duhet të dish që ty të duan, që dikush të do, që ka të paktën një njeri në botë që të dëshiron. Në qoftë se nuk ka në botë as njeri që të dëshiroj, është shumë e vështirë që ti jesh njeri i mirë. Një njeri duhet të dëshiroj ty. Gjatë gjithë kohës që ne kemi baba dhe nën, është pak më e lehtë. Dhe kur ne mbesim pa nën dhe baba, ajo varet nga ne në qoftë se do të ketë njeri që të na dojë. Varet nga ne në qoftë se fëmijët tanë do të na duan apo jo. Varet nga ne në qoftë se bashkëshorti ose bashkëshortja jon do të na dojë. Varet nga ne në qoftë se komshit tanë do të na duan apo jo. זה תלוי בנו אם השכנים שלנו ירצו אותנו או לא.